Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në dashuri sot do të ndjeni nevojën për të qenë më të hapur dhe të ndershëm me partnerin. Nëse jeni beqar, dikush mund të shfaqet papritur dhe të zgjojë interesin tuaj. Komunikimi është çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim që mund të lindë. Në punë, do të përballeni me një sfidë të re që kërkon përqendrim dhe qetësi. Mos u nxitoni të merrni vendime të mëdha sot, merrni kohën tuaj për të analizuar çdo detaj. Shëndeti do të jetë i qëndrueshëm, por mos e neglizhoni ushqimin e shëndetshëm. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e tepruara për të ruajtur ekuilibrin tuaj monetar. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Marrëdhëniet do të jenë në fokus sot dhe mund të ndjeni një lidhje më të thellë me partnerin tuaj. Nëse ka pasur keqkuptime së fundmi, është dita e duhur për t'i sqaruar ato me qetësi dhe maturi. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur nga dikush që kanë menduar shpesh. Në punë do të keni mundësi të shfaqni kreativitetin dhe të fitoni vlerësim nga e provët. Kujdesuni për lodhjen mendore, pasi stresi mund të ndikojë në shëndetin tuaj nëse nuk menaxhohet siç duhet. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të bëni plane për të ardhmen. Mos hezitoni të kërkoni këshilla nga dikush me përvojë në çështjet ekonomike. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në jetën tuaj sentimentale mund të lindë një debat i vogël, por gjithçka do të zgjidhet nëse tregoheni të duruar dhe të kuptueshëm. Beqarët mund të takojnë dikë të ri gjatë një aktiviteti social ose nëpërmjet miqve të përbashkët. Puna do të kërkojë përkushtim, veçanërisht nëse jeni duke ndjekur një projekt të ri. Mos lejoni që lodhja të ndalojë entuziazmin tuaj, sepse rezultatet do të jenë të mira. Shëndeti është në gjendje të mirë, por merrni kohë për të pushuar dhe relaksuar mendjen. Financat mund të përmirësohen nëse bëni zgjedhje të zgjuara dhe shmangni shpenzimet e kota. Sot është ditë e mirë për të bërë plane afatgjata. Gaforja. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Dashuria do të jetë e qetë, por mund të ndjeni nevojën për më shumë intimitet dhe afërsi me partnerin tuaj. Tregoni ndjenjat tuaja hapur dhe mos keni frikë të shprehni dëshirat tuaja. Beqarët do të kenë një shans të mirë për të njohur dikë interesant, veçanërisht nëse janë të hapur për përvoja të reja. Në punë do të keni mundësi të riktheheni tek projekte të vjetra që mund të sjellin fitime të reja. Shëndeti është i mirë, por është e rëndësishme të mos anashkaloni aktivitetin fizik. Financat janë të stabilizuara, por është koha të mendoni për investime të vogla që mund të rrisin të ardhurat në të ardhmen. Bëni kujdes me shpenzimet e papritura. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri mund të ndjeni një ndjesi të re pasioni dhe lidhje me partnerin, duke i dhënë marrëdhënies tuaj një dimension të ri. Për beqarët, një njohje e re mund të fillojë ndryshe nga sa e keni imagjinuar, por mund të rezultojë shumë premtuese. Në punë do të hasni disa sfida të vogla, por me këmbëngulje dhe vullnet do t'i kapërceni me sukses. Mos lejoni që të tjerët të ndikojnë negativisht në vetbesimin tuaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor, merrni pak kohë për veten dhe relaksohuni. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por një ofertë e papritur mund të sjellë përfitime shtesë. Investoni me mend dhe mos merrni vendime të nxituara. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot është një ditë e mirë për të forcuar lidhjet me partnerin, duke ndarë ndjenja dhe plane për të ardhmen. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë që i ndihmon të shohin gjërat nga një këndvështrim i ri. Në aspektin profesional, mund të merrni një lajm të mirë ose një propozim interesant. Mos e lini pas dore bashkëpunimin me kolegët, pasi puna në grup do të sjellë rezultate më të mira. Shëndeti është i mirë, por kujdesuni për ushqimin dhe shmangni ushqimet e rënda. Financat janë të stabilizuara, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive. Planifikoni me kujdes çdo investim të ri që mund të shfaqet. Peshorja.
Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në marrëdhëniet romantike do të ndjeni mbështetje dhe mirëkuptim nga partneri. Një bisedë e sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje të vogël. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë emocione të forta dhe të papritura. Në punë do të keni mundësi të shfaqni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësim nga eprorët. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni pushimin dhe ushtrimet fizike për të ruajtur energjinë. Financat do të përmirësohen fal një pagese ose shpërblimi të vonuar. Kujdesuni që të mos shpenzoni më shumë se ç'duhet në dëshirat të çastit. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot do të ndiheni më afër partnerit dhe do të ndani emocione të thella që rikthejnë pasionin në marrëdhënie. Beqarët mund të nisin një njohje të re që do të ketë potencial për diçka më shumë. Në punë do të hasni një mundësi të re që mund të ndryshojë drejtimin tuaj profesional. Mos kini frikë të merrni iniciativa dhe të dilni nga zona juaj e rehatisë. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje, sidomos në aspektin emocional. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni borxhet dhe të kurseni më shumë. Bëni plane të qarta për të ardhmen ekonomike. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin do të sjellë qartësi dhe do të forcojë besimin mes jush. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush i ri që do të shfaqet papritur në jetën e tyre. Në punë, është një ditë e mirë për të marrë iniciativa dhe për të vënë në zbatim idetë tuaja krijuese. Mos u trembni nga përgjegjësitë e reja, pasi do t'i përballoni me sukses. Shëndeti është i mirë, por kushtojini rëndësi aktiviteteve relaksuese për të shmangur stresin. Financat do të përmirësohen fal një vendimi të mençur që keni marrë më parë. Vazhdoni të menaxhoni me kujdes buxhetin tuaj. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Marrëdhëniet do të jenë të qëndrueshme dhe harmonike, me mundësi për të planifikuar diçka të veçantë me partnerin. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndezë një ndjenjë të re. Në punë do të vini re që përpjekjet tuaja fillojnë të japin fryte dhe do të merrni vlerësim nga të tjerët. Mos u tërhiqni përballë sfidave, sepse jeni më të fortë se sa mendoni. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin tuaj nervor, merrni kohë për t'u qetësuar. Financat janë të mira, por shmangni investimet me rrezik të lartë. Mos lejoni që entuziazmi për fitime të shpejta të errësojë gjykimin tuaj. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri do të ndjeni një atmosferë të ngrohtë dhe të qetë, duke kaluar kohë cilësore me partnerin. Beqarët do të kenë mundësi të njihen me dikë interesant përmes një rrethi të përbashkët shoqëror. Në aspektin profesional mund të përballeni me disa ndryshime të papritura, por do t'i menaxhoni me maturi. Është mirë të jeni fleksibël dhe të hapur ndaj ideve të reja. Shëndeti është i mirë, por është e rëndësishme të mbani një ekuilibër të mirë midis punës dhe jetës personale. Financat janë në një periudhë të qëndrueshme, por mos neglizhoni kursimet për të ardhmen. Bëni kujdes me shpenzimet e vogla që mund të shtohen me kohën. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot është një ditë e mirë për të sqaruar çdo paqartësi në marrëdhënie dhe për të forcuar lidhjen me partnerin. Beqarët do të kenë një mundësi të mirë për të njohur dikë të veçantë, sidomos gjatë një aktiviteti social. Në punë do të shfaqen mundësi të reja për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë përgjegjësi shtesë. Mos kini frikë të pranoni sfidat e reja, pasi do t'ju sjellin përfitime në të ardhmen. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik dhe ushqimin e balancuar. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mos merrni borxhe të reja sot. Planifikoni me kujdes shpenzimet për të mos pasur surpriza të pakëndshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe.
ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.